Kur thiri e zani, hayya ala salam, syrin bajti lotin, zemra më ka qam. Shikova minarën e vetës si thash, njeri unë i mjerin, se shde pse nuk rash. Kur thiri e zani e janin shpëtim, isha përmalluar për ti zotim. A nuk erdi koha për me u pendu. Të dashur vëllezër besimtar, i nderuar i hoxh dhe imam i kësaj xhamie, të nderuar vëllezër, sabari hamdi dhe falënderimi i takon madhërisë Allahut dhul xhelal. Salatet dhe selamet qofshin për shpirtin e Muhammedit sallallahu ta'ala alaihi ve sellem. Lutjet dhe duat tona të Allahu dhul xhelal janë që madhënia e tij të na bën afë dhe mağfiret. Ibadetin të cilin e bëjmë inshallah Zoti kabul e bën ja. Dhe Allahu që të na ruaj nga gjitha telashet e kësaj dunjaje ya Rabbel Alamin. Dhe Allahu të na japë mohabet me zveti. Dhe Allahu për nder të këtij muaji të shenjtë të na zbutë zemrat tona ja. Vëllezër të dashur, përmenda një ajet prej ajeteve kuranore, një ajet prej ajeteve ku Allahu i drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thotë: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas", o i dashur Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu ju ka zgjedhur juve ty dhe ummetin tënd një prej ummeteve popujve më të dashur të Allahu dhul xhelal, më të zgjedhur të Rabbul Alamin. Zoti ju ka zgjedhur juve dhe ju ka dalluar nga gjitha popujt. Dhe jo rastësisht ja Muhammed se ty të ka zgjedhur nga 124.000 pejgamberëve, të ka zgjedhur ty në mesin e 28-ve që përmendën në Kur'an. Prej 28-ve, 25 që janë të vullosur se janë pejgamber të Allahut të ka zgjedhur. Prej 25 pejgamberëve Allahu i ka zgjedhur edhe 5 ulil azm min ar-rusul, më afër dhe më të zgjedhur të Allahut dhul xhelal. Dhe prej atyre 5 të cilët janë ulil azm min ar-rusul, që janë pejgamber të afruar, të dalluar të Allahut, që dallohen nga gjitha pejgamberët tjerë, prej 5 të ka zgjedhur ti ja Muhammed, më i dashur i Allahut dhul xhelal. Edhe për atë e ka shkruar emrin e vet me emrin tënd, ja Muhammed sallallahu. Për atë është pjesë e shahadetit la ilaha illallah, emri Allahu nuk ka zot përveç Allahut, dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari. Andaj, vëllezër, pra pasi që Allahu përmend Muhammedin sallallahu alaihi wasallam se është pejgamberi më i dashur i Allahut dhe se ummeti i tij është i zgjedhur, tash dalmi te një pikë e cila është për fat të keq, ky ummet edhe pse është i zgjedhur, edhe pse është ummet më i mirë dhe më i dashur te Allahu, ky ummet ka ngecën mbrapa. Ky ummet ka mbetur mbrapa prej botës. Ky ummet e ka kapën një ezezje. Edhe për kundër asaj që Allahu e lavdron, ky ummet po përjeton momente të rënda, momente të vështira, ku thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nuk bëhet kiamet përderisa
nuk vjen një kohë la yabqa min al-islam illa ismuhu wala min al-Qur'ani illa rasmuhu. Do të vjen një kohë që s'ka me ngelën prej islamit, vetëm emri njerëzit kanë me pas musliman, kurse punë kanë mi pasën si jo musliman. Ne Allah s'kemi më rrinë këtë dërejgje, elhamdulillah që sot. Mirë po, ndoshta jemi afër te ajo, la yabqa min al-Qur'ani illa rasmuhu. Prej Kur'anit s'ka metën vetëm shkrimi dhe surët ahlak të bia Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Sjellja e Muhammedit alaihi salam ishte Kur'an i gjallë, hecte mbi tokë Kur'an i gjallë. Nuk dinte ai t'i baje dëm dhe zullum dhe padrejtësi askujt. Mirë po për fat të keq, për jetojnë në momente që nuk vrihen njerëzit vetëm kur që bojën një të keqe. Ki ummet po përjeton momente të rënda, momente që nuk e do asken jashtave të vetës. Ki ummet, kur thon ki ummet, nuk do me thonë në gjithmonë ka përjashtim. Mirë po një pjesë e madhe e këtij ummeti pajtohen me këtë këta fjalë të Muhammedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam që ka thënë. Kjo ummet po përjeton momente të rënda. Ndoshta është e tepër të thotë, ndoshta edhe me thonë është në kohë, sepse mitën muslimanët, vritën muslimanët, bëhen jetim muslimanët, kush zanin nuk e ngrin. Mbi 70 shehida në Gazze, së në ndëgjon në një shtet islam që flet kundër atyre, po të gjithë bëjnë politikë. Për atë po them se është në gjumë kjo ummet, edhe pse nuk i takon gjumi, edhe pse kjo ummet nuk vdes vëllezër. Kjo ummet me vdekjen e këtij ummeti vdes dunjaja. Me vdekjen e këtij ummeti bëhet kiameti. Me vdekjen e këtij ummeti nuk mbet njerin si përfaqe tokës gjallë. Nëse vdes kjo ummet, për me njëherë është prej shenjave edhe të mëdhaja të ditës kiametit. Para atë ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se safat e këtij ummeti janë të ngjajshëm me safat e melaqeve. Safat në xhami, para atë Allahu e ka ngritur këtë ummet. Safat e këtij ummeti janë të ngjajshëm me safat e melaqeve që i ka pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Isra dhe Miraj. Miraj Muhammed Mustafaja kur ka pa melaqe duke ba namaz, duke nejnë në qiyam, duke lexu Kur'an, i ka pa në kam, i ka pa. Kur kanë ra në rëqun një pjesë atin dhe vetëm në rëqun kanë nejnë, dhe i kanë thënë Allahu subhana rabbi el azim. E kanë madhnu Allahu. Një pjesë i ka pa në zeshte duke e lartësu Zotin, duke thënë subhana rabbi el a'la. O Allah, patmeta jeti. I lartësum je o Zot. Rasulullah disi i kanë mbet mirë kjo pamje e melaqeve në këtë formë që e ka pa që e bojnë namazën, sikur që ne e bojnë. I ka pa safët, sikur që ne tash nuk kemi. I ka met marak, sikur që s'ka dashtur në zbrit në tokë. Kështu Rasulullah, disa për ulemave dietarëve bojnë, sikur që s'ka dashtur në zbrit në tokë. Pse? Po kush do me zbrit në tokë? Kur ti shofe argumentet e Allahut në qiell. Kush do me zbrit në tokë kur ti shofe melaqet në atë duke bë namaz. Atë kënaqësi shpirtërore me të kënaqur shpirti. A do t'i kush me shdrim? As një jo, as Muhammed Mustafaja, mirë pa Allahu i tha përmes Gjibrilit, ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Po e shofim që të kametën marak ki namaz, që falet në qërë. Po e shofim që të kametën marak ki namaz. Ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, zbrit në tokë, se në tokë këtë njëjtin namaz ki e me falë. Dhe për atë ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sallu kema ra'aytumuni usalli. Falni namaz, sikur që më keni pa që unë fali namaz. Dhe ai ka pa të falë namaz, i ka pa me lagja, Allahu dhul jalali. E ka pa Gjibrilin alayhi salatu wassalam të falë namaz, ai ka falë namaz sikur që ka pa në shtatë qiell të falë namaz, dhe ne falmi namazin në atë formë, në atë pamje që e ka falë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe që ka falë sallu kema ra'aytumuni usalli, falni namazin sikur që më keni pa njëjtë si e falë unë, falni edhe ju. Çashtu njëjtë nëse doni me i marrën sevapat e gjithë me lagjëve, për atë të i popova kur ka shkru ata në ata poezit e mjëllyti që e ka thonë shumë mirë, ka thamë në namazin kush e falë hiq pa janë da, sa sevap kanë gjithë me lagjën, a i ka pse? Sepse ka pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam namazin çdo qitë e falën çdo, për atë e ka shkruaj dhe ka thënë kush e fal namazin pa janda, i ka sevap sa gjithë me lagjën. Sa këtë me lagjën që falën ai i ka, sepse Muhammed Mustafa si me marak namazin në qiell, dhe për atë nëse e fal shkopën e tokë Muhammed, dhe sevap kije, sa krejta me lagjën sa falën, kije dhe tëjs sevap e Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ummet që Allahu e ka zgjedhur, ummet që Zoti e ka dalluar, a ka më mirë se ditën e gjykimit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me të marrën ti edhe mu, dhe me të afru afër, dhe me të thanë o bi, o filan i biri filanit, afru afër, dhe ti me i thanë ja Rasulallah, ti e nje, se Muhamedi njëfër, po hajme të qishtë të njofti, ja Rasulallah, ku po mjefti mu? Ne ti po njofti, se ti e nja pe nga milion, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mirë po ti si po mjefti, ka thana Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ju njoft prej dive, njana salavate që kemi në kumu, dhe e dita min adhabi ludu, prej shenjave të abdesit, ata të cilët kanë marrë abdes dhe kanë falë namaz prej ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shenjat e abdesit janë në ftyrën e abdesit. Dhe tjetra, simahum fi wujuhihim min athari sujud, dhalika mathaluhum fi at-Taurati wa mathaluhum fi al-Injil. Dhe pastaj edhe shenjat e abdesit, dhe tjetra, shenja në balë e namazit që e falë ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dallon për gjitha ummet të veçera, dallon për ummetit prej Bene Israileve të Musës alaihi salam, prej ummetit Davudit, prej njerëzve të cilët e kanë rrethu Isën alaihi salatu wassalam. Dallon të gjithë dallon, sepse janë ummeti Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Mirë po thash, e ka kap një keqe këtë ummet. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka bon dua te Allahu. E dallimi mes neve që bojmë dua dhe mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është i madh. Dallimi duas tonë dhe duas atij. Pse është i madh? Sepse ai kur ka bon dua në luftën e Bedrit, në luftën e Uhudit, pasi që ka përgatitur ushtrinë komplet deri në maksimum, deri në dhom, me armë i ka përgatitur ushtrinë e vet. E ka bërë strategjinë e luftës. Si fillon lufta, si zhvillohet dhe në fund si mbaron, edhe në Bedër, edhe në Uhud, në fund, masi e ka përgatitur ushtrinën, i ka ndritur, thoi sahabët radhiyallahu ta'ala anhum ecma'in, i ka ndritur, kanë varën, derisa ja kemi pa edhe në sjellën Rasul
Resulullah kër i kanë ngritur, se i kanë ngritur kër ka bëndo. Jo si na, kur bojnë do për zilashe, dur që qështu, a i thotë o gjamina i dur, i ka dhe zëgjuni. Leje, i shtu të do, si ngritur. Se Allahu se mund këtë doa ka bëndo Allah. Mas i këti ka pregatit ka bëndo, fond ka bëndo. Ne sot, ka kërshpinës arabët, ka kërshpinës muslimanët në botë, o Allah, shkatëroj e uti. O Allah, ju të ju e nakësh. O Allah, të i njëfton, në rrinë, ne e unë mi gjumë. Muslimanët flinë, o Zot, shkatëroj, e jo Allah, nuk shkatëroj qëta. Të i punon, angazhon, e jep maksimumin, e në fund e mund një dua, së kur namaz. Falë sënetët, e falë farzin, falë sënetin e mëra, i bën të smejt në fund, o Allah, këtë që e bona, këtë namaz që e bona, këtë zirë që e bona, këtë ruku që e bona, o Zot më bën kam mu. A ke pa të mja, në fillim Allah më bën kam mu. Vesh me një gjami me bën dorë me dalë. Jo s'ke pa as një nuk ashtë. E na muslimanët sot që qështonë. Na muslimanët sot për fat të keq që qështonë. Ne në fillim doa, ja s'pajnë të keq, na të kuptimi për të. Se vetëm doa sot të ja si atë ti Musës, si populli i Musës. I dhamnohem të varën buke, fe katila, inne hëhuna qahidun. Shkallë të i në Zotin të të njëftar, ne përrim të. Par atë pra, Allahu të gjallë e ka sjebër këtë umet të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam prej umetëve të dalu, edhe pse këtë umet e ka kapën qisht në të kohë, e ka kapë e keqja, e ka kapë atë doan që e ka bo Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, e ka kapën fitnjan me zveti. Zatën mësë shumë ti ka bo doa Resulullah jarab, mësë i donohë me të ndemë sëkur që i ke donu popujt e kalun, ka thënë Allahu për nësë Gjibrilit, ja Muhammed e kam pranu këtë doa. Nuk i dënoj sëkur që i kam donu përbara. Muj të dënoj një grup, të dënoj mirë për jo që të objetit ta. Asë një herë jo, nuk marë kjo, nuk i dënoj asë në tërbjetit, kretë objetit me shim, mundët me një vend marë, me një vend jo. Me një vend shivi i lodh, i mit, i shkatron, ama shumica vendeve jo. Nuk i dënoj ata. Ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ja Allah, edhe një e kërkoj, këtë e ka një, tretër, edhe një e kërkoj, shka për libja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ja Allah, ummetin tem, mëse let me zveti me ba luft. Ka thënë Allah, Muhammed Mustafa për mes Gjibrili, që kjo se pranoj ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që këtë jo, ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kam i ardhë thuni ummetin tanë, pi me zveti ka musaka. Me zveti të ke pens kanë më bo. Nuk kanë më deshtë në zveti. Kanë me bo luft në zveti. Kanë me bo fitnë në zveti. Kanë me vratë në zveti. Unë në të javë. Kanë me bo qashtë unë mas dunjajës. Nuk kanë me njohë kërkanë. Kërkush kërkanë s'ka me njohë. Ishë kërkanë nuk e njohë. Vetëm e një e vetëm. Se një umetit tanë ka më bo shumë i unë tja Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Si një umetit tanë ka me fri, qka? Vetëm dhe këtë i mere. Ja Muhammed umetit jotë kanë me kërku, një kohë mas ka me ardhë, sikur që sot ka ardhë, kanë me kërku rahatët në dunja, diçka që Zoti se ka këtyrë. A ka diçka që Zoti s'ka këtyrë në këtë dunja? Po. Dykë do qërë, a mundë ta? Po, Zot, jo që s'ka mundë me këtyrë. Po Zoti s'ka këtyrë në këtë dunja, ka diçka që në gjennet e ka këtyrë, këto se ka këtyrë. Cila është ajo? Rahatlëki në Zotin dunja se ka kriju. La rahat e për dunja. Nuk ka rahatlëk në dunja. Ama unë edhe ti e litë në rahatlëki. Ta martoj gjallin e logjë i qësë punë të rëzi. Sa ta martoj gjallin, shkoj Allah në gjennet. Për para pleshë, kër e ndërtëshin shpijen, e lishin një nërsan dhe kja kupatir një ploshke, lishin dhime, ja dikun, pse? Mas me bon komplet, pse komplet kushan, vetëm Zotja komplet. Kër e bëjnë komplet ashtë një kam qitë punë të rëzim, kur ta shish nesër të në qitë hoqa. Ska komplet, la rahat e këtë dunja, ska rahat dhe këtë dunja, muslimani do angazhim të jetë hiç të andajë, nëse do të kujtojnë. Pra, Allahu këtë që ka pranur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe për atë e mirë po, ata dhe kjo mërë
Elhamdulillah, gjithmonë ka pas të drejtë, edhe Allah ka të drejtë, edhe do të angazhomi që të ketë të drejtë. Omeri radhiyallahu ta'ala ishte kretar i drejtë. Kur mor rrugën me shku, me ushtëru Kudusi atëherë, masi ushtëria komplet e bën rregull me Abu Ubeida al-Jarrah, Khalid ibn Velid ishte dhe Saadi ishte komandantët e ushtërisë, ai i pari që ishte në atë kalan e Kudusit, tha e kam lexuar në Teurat dhe në Injil shenjat e atij muslimanit të pari të udhëheqësit muslimanëve çfarë bavje ka. Pikërisht të tre komandantët pa nuk ka asnjë prej tyre nuk ka. E cili është? Nuk e di, tha, me çdo s'ka, nuk janë që do të mjavon qefë të Kudusit. Njëri i tha të muslimanëve, tha çfarë shenjë ka? Tha një burr do të kon burr i gat, çfarë? Burr i gat do të kon. Në rregull, tha, kja i pari i këtime, Omer, i çoi lajm Hazreti Omerit kretar shteti, me thirr prej Medinë me shku në Kudus. A çliru Sham, a çliru Egjipti, a çliru Jemeni, nuk ka shku Hazreti Omeri, as që, mirë për në Kudus ka shku, shkoj, me ke shkoj vetëm me shërbetorin e vetë, shkoj, me Salimin, e mor Salimin me Magar, shka i ka Salimin, Salim, tha unë e në Jasinin të i hip Magar, kur të abitisi Jasinin, e kri Jasinin, unë e hipin Magar të i shdripe ma për kërpeshin, të i e lezoj Jasinin, derisa të abitis unë e hesin Magar, në regull, hipi njani, e u lezoj Jasinin, Hazreti Omeri e kriti hipi pra përsditi shërbetori, masi ka hip shërbetori, kër e këmë Hazreti Omeri e vitisi Jasinin, i e pa ta shtëm, tha po hipte, ja, tha tash e lezoj të dit Jasinin, Magari tha të trejnëse. Pse ja Omer, pse ja Amir el-Mu'minin, se gjuna Magari e pushu e dhaj. Mu konë në shkabim, budal. Du të ditë për kërpeshin në rejtë Magarin, a i hesë të asë në bari. Ja, le pushu e dhaj, e kur më rrini aqe, se dhe ku ohru, kur më rrini aqe, kur e baj, tha, ka dhale, tha, shenjën t'i shohë. Qfar shenjë? Nja prej shenjëve ka dha, ku i ka ra shorti me baj për kërpeshi t'u hinë Kudus Magarin, i ka ra shorti Hazreti Omerit, a i me baj Magarin për kërpeshi, shërbetorin me bukon në Magarin. Kam të lëna, një shi ka ra me arët, kam kitë loqë. Nja për shenjëve që ka ba dhe e di, që ai i pari i muslimanëve që e çliron Kudusin e ngrejnë për kërpeshi Magarin. E dita kom të lodha i ka dhe kom të bomë me lashtu. Po, ki është. E drejta cilë është? Po t'i ka 7 armë në 7 armë në trupin e vetë. Te shë të armë. Kër janë njëjnë Hazreti Omerit kretarit, 7 armë në trupin e vetë. Në ta veshën e vetë që e ka pasë. Sot mi thonë Hazreti Omerit, o Hazreti Omer, ti ke pas këtë karallëkit, asë këshiri tonë, pja zgamlëkit i blinë të armënve. Pja zgamlëkit, ma të shtrejtë t'i kje të shkosht të armënve. A ishte kretar. Othmani radhiyallahu ta'ala, kjo nak nuk vdes për deri sa ka sikurtar. Hazreti Othmani radhiyallahu ta'ala, tu kalu për rrugën, kretarë dhe ishte në këndoj, bise që në rrugën e kapi për veshin. Hazreti Othmani, e kapi e akërsit i veshin, tha lërgopi rrugën të zetë. Kër të esin borët më sërrit rrugën. Shka i dha Hazreti Othmani? I tha, kam me të kërku hak para Zotit, ku dalmi para Allah, për që këtë që ma ke krej veshin. Më nalë Hazreti Othmani nisi me kajnë. Tha, që këtë fjallë me këtë banë, kush s'ma ka banë? Tha, ke i muzatek të Zotit në te. Nisi u afru afer Hazreti Othmani me e pajtu, ama bënda Allah, tha, jo s'ta pajtu. Po si me ta bo Allah, qka po do? Kur gjo, pa me ta krej veshin të shkullë, si kur qytë të i bashkullë dhe ti. O bites, një me një, ta një shkullë, mirë po e shkullë ma i këmisu në ngrej shumë, nuk po kërsen veshin, nuk banë stranë. Subhanallah, Allah, po ngrejt, po s'moj ma shumë. Hazreti Othmani, kretar shtetë, e këta njerës, këta të parë, këta hecin në parë, ta në ma një në kom, një në shpatër edhe që në kom, një në shpatër edhe në tuti du në gjithja dhe grejt, ta s'ka qarë pa kësi.
kretari për toke, fëmija i drejt, derisa i kërsiti, kur i kërsiti tha, shteta një me një umo, tha shteta Allah dhe ki. Edhe hetë, kjo ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për derisa nuk këthen në parimet e parve tonë, nuk mund të hecën e para, ohet. Ummet që vranë me zvejtë, s'ka herpe. Ummet që vetëm me reklama, nuk ka herpe ati orë. Ummet që vetëm nuk ka kur qonë tjetër, në vetëm me e qitën, subhanallah, vetëm iftari. Qitë iftar janë të hongër, janë të hongë, lebrë, vetë, shpesh e kam përmenën, vetë në vetë, oqë, një pikuj, më shkoj të poshtë ma prishë, orë, po neve shkan, a një pikuj, o të i haki uj të prishë Ramazan, haki sofër ku qëtrojsh me haram nëse e ki e ke përsia të manë, qaja të prishë Ramazan, mësë një lo më mire iqë, nëse babës nënës i del haki, e i dhënë, iqë mësë një lo, nuk ka nevoj me agjëru nëse mosë të Allah i shkel gjitha normët fetare. E për fat të kesh ne, për fat të kesh, bërgjësi gjithë mund ka përjashtimi, po për fat të kesh i kemi disa nga këta cilësi të cilët i kanë përmendur ulemat dhe dietarë. Zoti inshallah na ruaj javë dhe na mbrojë për derisa frikën e Allahut nuk ka shtu. Thot edhe për fund pe cekës e zonë ngri, thot Fatimja radiallahu ta'ala e ka përmendur këtë Ramazan që ka shku. Thot Fatimja radiallahu ta'ala kur ato nismu, va e vetmja vajzë që ka metën mas dekës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Para se me vjet kanë shku me pa gratë e Medinës dhe kanë nisë me kaj Fatimja, e kanë vetëm se po ka doj bie e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Çka ka thënë Fatimja? Ka thënë po duhet na kur të vdes se peshoqim dekën e kanë kanë. Po duhet na kur të vdes, kur të qisim para burrave me na falë namazin e xhenazës. Medinën, kush ka qenë Medinë e di, frim e thatë. Po kur të qisim me na falë xhenazën me qefinun, si kanë lu për para, si me ta po si po tash që qimloj. Po duhet na të dekë në një frim edhe ma vizator krejt pjesë e trupit qefinit, vizator dhe më shohin burrë. Po duhet na, thujë sahabëve, thujë Bubekrit, Omerit, Othmanit, Alijes, Talës, Zuberit, thujë në të gjenë një qarë për të vajzë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në të gjenë një qarë, se i kanë mund qështonë gjenazë, rafsh i kanë mund për tonë. Qarë qarë i kanë gjenë, kër kanë njëse vajzë e Resulullah për të thonë, ja kanë gjenë qarë, ja kanë mund rasën, si kur të sotë të mund, ja kanë mund rasën, edhe natën e kanë mund rasën, e me i thonë Fatimës, tash për fund, me i thonë Fatimës, oj Fatime, hajde këshiri qirët tonë që qërë. Të jetot që me qefin e vdër mës vizatohet trupi. Hajde këshiri nusët tonë në shpi që qërë. Hajde këshiri gravët tona që qërë. Për para që to pleshë që janë tonë. Edhe pleshë dhe për qëra vejnë. Pasha Zotit, pa ka poq ti edhe mësë në nishin sofër buk me hapër. Sot vajza, një, mesa, reja, qika, apo modra, si është markeq. Për para në katon, kur veshin një shlume në katon. Unë e di se shumicës nuk e vjenë mirë kima bet, pa dhe mos në me mirë, po do të me volën, dhe zë. Kur vekin katon në jam i krushikës, a që jam rritë, a jam bledha a që jam rritë. Kur vekin një të një kruje shlume në katon me kapërci, krejt burët të ishin, ka arë shina një këshit satët e strumës. Se s'kishtë mëslimon, shlume që t'ike. Shtina kjo, që ka zërani, karë një këshirën të satër të strujës. E sot, asinatës, e shëpë potën si ama këtë qëtë, e shëpë qitën si ama këtë të shpje, s'ka rafshë një po. Asarë për hapë me përzim, mishë, kojtë i shka më përzim, mishë, nuk e dishë, jemi bon kajnë asë mave, asë edhe rafshë, edhe i nëllë. Allah i shala dhe në. Zoti i shala në mbërën, Zoti i shala ja në doat me markëllë. Allah i shala në bashkën gjithë, dhe i shala në pastron zemrët tonë, në i sikrit zemrët tonë a jarë, e faliminerës pi këshilët, pi kretarit gjamiës këshilët ju, pi o gjallarve, femilerve këto të cilët janë të ditë këto prezent, faliminerës e juve që sot më dharë ose disa fjallë të them, Allah i juruj dhe ju dashë të një dhe në. Falenderoj, Allah që në të
këshilla dhe fjalët të cilat ne drejtoj, të cilat në shumë të padishme, Allah me ndërot, ashtu si shna në ndërruar neve sotin në prezencën e ti, Allah në gjerat me shumë në bletë të 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 të